Mirdita, sa duhet ju tregoj se si e bëjmë lazanjen. Unë e mishin e kam përdorur të viqit sepse është me i butë. Kutojmë perimet dhe fillojmë të fërgojmë qepen, karrotat, specat e bardha, domatet, hudrën dhe shtojmë mishin. Origano, salcë të domateve. E vendosim kungullin të zihet dhe në një enë tjetër fillojmë të përgatitim salcën e bardhë. Këtu të ne në frëngjisht e thirrim sos bechamel. E pjekëm pra millin me margarinë apo t'ynë. Shtojmë kremin. Shtojmë edhe qumshin. Mbas 20 minutave e kullojmë kungullin dhe e shtypim. Dhe siç po e shihni e bashkojmë me salcën e bardhë. Mund të përdorni lule lakën apo brokolin apo çka të dëshironi prej perimeve. Shtojmë kripen dhe biberin. Fletat e lazanjes i lagom përpara në ujë të vakt që të zbuten pakës. Tepsinë e lyejmë me margarinë dhe fillojmë t'i bëjmë rendet. I shtrojmë fletat. E shtrojmë një rend mish. Basanej një rend me sos të bardhë. Prap shtrojmë fletat. Vazhdojmë edhe një herë shtu dhe e mbulojmë me djathë të grier. Une kam përdorur emmental. E pjekni një gjysore në 250 gradë. Ju best mirë!